jeton nga kriza dhe krizën e ka kështu si oksigjen të mbijetesës politike. Nuk është interesuar qeverisë, është interesuar të sondoj. Ju filluat me një pyetje se kush fitojnë këto zgjedhje, unë megjithatë mendoj që demokracia në Kosovë fitoi, po mbahet akoma në këmbë nga përpjekja për ta kthyer edhe Kosovën në një lloj sultanati politik ballkanik, siç është në Serbi, siç është bërë edhe Shqipëria. Po Kurti kishte shumë të qartë një ambicje për të sunduar gjitha institucionet. I kishte tani 2-3 muaj të qeverinë e kaluar nga e cila hoqi dorë me kuvend dhe nga ato 2-3 muaj që i pat, gjitha përpjekjet, gjitha energjinë e përqendroi vetëm në emërimin e institucioneve kyçe për demokracinë, pra kapi KPM-n të medjave, autoriteti medjave, KPM-ja është jama. Emroi me ushtrues e dyrës presidentit, shefin e AKI-s, pra gjitha, vetëm aty e kishte përqendrimin, për gjyqësorin, pra u pa në mënyrë transparente se ku e ka synimin. Dhe mendoj që ishte pozitive që votuesit ja refuzuan këtë mundësi edhe kësaj here, dhe tani i takon opozitës, sepse ajo nuk është fituese, sepse ka humbur ajo shumë vota, për shembull PDK-ja ka pas rezultat jo të mirë, sidomos në komunat që i qeverisë në nivel lokal. Pra, të ndryshojnë narracionin pak, pra të ofrojnë diçka që njerëzit shohin edhe te opozita një alternativë, sepse opozita në këto zgjedhje nuk garoi si alternativë, nuk garoi si me ambicje për ta kushtet. Do ta bëj Kurti qeverinë apo të katërt kundër Kurtit, pra mund ta bëj opozita, apo s'ndodh ky skenar? Matematikën e votave diasporës. Kjo mbetet një faktor i panjohur deri tani. Nëse ndahet ta zëm 70 me 30 për Kurtin, mund të shkojë diku te 51, arri Kurti atë 51-shin magjik. Aty ku ishte, po? Mund ta kemi një ndarje të kuvendit 50-50, pra 50 opozita, 50 Kurti, aty pastaj hapet terreni të paktën për opozitën që ta ketë teorikisht mundësinë për ta bënë një qeveri, le themi, ose teknike, ose kalimtare, domethënë që të paktën të shkohet në zgjedhjet e radhës, duke mos e pas Kurtin ushtrues detyre. Ushtrues detyre. Sepse Kurti po arrin ti menaxhoj ose ti mbaj këto kriza nga komoditeti i qenit ushtrues detyre, dhe ai me një lehtësi të hatashme del dhe thotë ne kemi qeveri, kemi edhe president, që që ata janë ushtrues detyre, vetëm kuvend nuk kemi. Pra është një lloj arrogancë e papame, sepse ai flet për një qeveri dhe për një president të cilët nuk janë të votuar nga kuvendi, dhe për të kuvendi është një lloj formaliteti aty, dhe prandaj është e rëndësishme kjo balanca përfundimtare, sa do jetë, a do të mundet për shembull opozita ta ketë një paktën atë 51-shin, që të paktën ta ketë mundësinë e kërcënimit të këtij skenari. Pra që si instancë e fundit thotë ti nuk mund ta shantazhosh të vend pafundësisht, ja ne po e bëjmë një qeveri kështu të kalimtare që ne e marrim përsipër, ndërkohë që futemi në zgjedhje që t'ja pamundsoj atij këto manovrat siç i bëri tani me ku diun ndihmat sociale 200 milion euro pra një formë e blerjes së votave. Po kjo mbetet shihet nga votat e diasporës, sepse aty Kurti është thellësisht i favorizuar, mirë po nuk dihet, mund të ketë një efekt Osmani në diasporë, për shembull, për LDK-n, që mund ta favorizojë pak dhe kjo mund ta ndryshojë atë 1-2 deputet. Atë balancën në fund. Dua vetëm ta vijoj pak atë që po vijojë që ta mbyll pastaj me një pyetje të fundit për Vokshin. Është megjithëse sa qesharake dhe dramatike ajo që ka thënë sot që ne kemi edhe qeverinë edhe presidentin, s'kemi kuvend. Qa lloj sistemi politik është ky, vetëm Albin Kurti e di. Pra, arroganca është jashtëzakonisht në nivele shumë të mëdha, sepse do presupozohet që kuvendi prodhon kryeministrin, jo kryeministri kuvendit. Dhe në këtë pikpamje kemi hyrë në një situatë e cila duhet të zgjidhet. Përndryshe, Kosova zhytet në një krizë e cila mund të prodhojë pasoja më të rënda se pasoja që ka prodhuar. Më të rënda se pasoja që ka prodhuar. Natyrisht sepse gjendet përballë një situate e cila nuk është një situatë shumë e favorshme. Raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë ato që kanë qenë. Europa është tërësisht e shfokusuar dhe në probleme të tjera. Rrisjet nga Serbia rriten në mënyrë eksponenciale në kushtet e një paqartësie politike edhe atje. Pra, situata në gjitha pikpamjet është situatë jo e favorshme për Kosovën. Pra, mentor, ti thua që pas këtyre zgjedhjeve nuk është se Kosova po hyn në një periudhë më të qëndrueshme. Pra, do kemi këtë skenarin e negociatave, bllokimeve. E ka potencialin për të ndërtuar një qeverisje të qëndrueshme, e ka potencialin për ta futur vendin në një krizë permanente.
Varet se si do Se veprojë si do Albin veprojë, Kurti. se potencialin e kishte edhe herën e fundit, Duke ju nuk është- rikthyer karrierës së tij, gjasat më të mëdha janë që të kemi krizë. Okej,